Shikues e televizionit Skan, mirëmbrëma, takohemi si çdo të hënë bashkë në Pros and Cons. Ndërsa partitë politike po bëhen gati për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, bizneset kanë hartuar një platformë të gjerë ekonomike duke orientuar forcat drejt lehtësive fiskale që kërkojnë punonjësit, por edhe bizneset. Por cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e këtyre kërkesave dhe sa të realizueshme janë ato. Për diskutuar mbi to kam të ftuar zotën Gladiola Kuka, kontabiliste dhe pedagoge. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe zotin Armand Hasko, ekspert kontabël, mirë se erdha. Përshëndetje. Përpara se të kalojmë tek biseda me të ftuarit, ndalemi tek pros and conset që kemi nxjerrë paraprakisht sa i takon kërkesave që kanë bizneset. Tek pros përmendim reduktim tatimesh për sipërmarrjet, lehtësi fiskale për punonjësit, si dhe mbështetje e sektorëve kyç në ekonomi. Tek disavantazhet përmendim kërkesën ambicioze, deri diku duken dhe të parealizueshme, efektet që mund të kenë në buxhetin e shtetit, në të ardhurat buxhetore, si dhe diferencimin midis sektorëve. Megjithatë, do të ndalemi tek të gjitha kërkesat. Fillimisht ndalemi tek një sistem i ri fiskal. Doma e Tregtisë Industrisë në Tiranë, në bashkëpunim me disa shoqata biznesi, kanë kërkuar një sistem të ri fiskal i cili shkon drejt taksës së sheshtë 10% dhe jo asaj që kemi aktualisht progresive. Si e shikoni këtë lloj kërkesa? Si mund të reflektohet në ekonomi dhe a duhet merret parasysh? Sigurisht që ky propozim i Domës Amerikane të Tregtisë në bashkëpunim me bizneset është një nismë e cila në vetvete ka ndryshimin komplet të taksimit. Taksa e sheshtë ndryshon në thelb nga taksimi progresiv, sepse nuk ka lidhje me sasinë e të ardhurave, të gjitha të ardhurat tatohen me 10%. Në këndvështrimin tim personal, taksa e sheshtë ka shumë avantazhe, përsa kohë që është shumë lehtë e aplikueshme si nga administrata tatimore, si nga agjentët tatimor, qofshin këto ekonomistët e brendshëm apo të jashtëm, apo dhe ne profesionistët e lirë që merremi me këtë pjesë. Sigurisht që si çdo gjë që ka stimujt e vet, ka avantazhet e veta, ka dhe disavantazhet e veta, se duke qenë se momentalisht jemi në një taksim me 15% për tatim fitimin dhe nga 13 deri 23% në lidhje me pagat, është normale që të shkojmë në një tatim në masë, jo thjesht taksë e sheshtë, po taksë e sheshtë në masën 10%, do të thotë mungesë të ardhurash për buxhetin e shtetit, do të thotë një rialokim ose rishikim të buxhetit në lidhje me shpenzimet që duhet bëj shteti për të ardhurat. Armand, si e shikon? Unë këtë propozime shikoj në këtë mënyrë. Të gjitha ekonomit janë në zhvillim, ose ekonomit që duan të japin një frymarrje ekonomisë dhe një lëvizshmëri më të madhe, të gjitha duan të bëjnë sistemin taksimin më të thjeshtë. Dhe vendosja e takës të thjeshtë e lehtëson pjesën e jo vetëm ul normën e përqindjes, por lehtëson dhe pjesën e llogaritjes, qoftë nga sistemi tatimor, siç thotë zonja, qoftë nga implementuesit siç janë ekonomistët apo në fushës përkatëse. Dhe kjo do të bëjë dhe biznesin më të thjeshtë në të marrjen e vendimeve dhe do themi që do bëj dhe ekonominë të deklarojë ose më transparente, do të thonë mos kemi me evazion. Taksat më të ulta, njerëzit, biznesi është i prirur që të investojnë më shumë dhe nuk ka pse të bëj dhe fsheje si që ndodha për evazion. Po mirë, tani ne kemi përjashtime, që ta kuptojmë, kemi përjashtime deri në pragun 50.000 lek të reja, punonjësit janë përjashtuar nga tatimi mbi pagën, për shembull. Në momentin që dosim taksimin e sheshtë nga paka zero, a do kenë më shumë kosto apo më pak kosto bizneset? Po jo, taksa sheshtë ka qenë edhe më përpara te Ka qenë pra, po. Dhe kur ka qenë taksa sheshtë në lidhje me punonjësin ka pasur një përjashtim, do të thënë që deri në pagën 30.000 lek nuk tatoheshin, për shumë në atë kohë. Do të thënë ky përjashtim për pagat e ulta duhet të jetë prapë. Duhet të vazhdoj prapë dhe nëse rikthehemi në një taksim të sheshtë. Por kjo ulje e nivelit të taksimit, për shembull nga 13% dhe 23% që është sot për punonjësit, të vej në masën 10%, kjo tregon që do sjellë dhe formalizim të pagave. Ne e dimë që sot tregu shqiptari ka pagat gjysmë informale, do të thënë nuk deklarojnë pagat e plota. Një nga arsyetë që deklarojnë është pikërisht taksimi i lartë, sepse s'duan të japin, punonjësit janë të prirur të marrin ato lek në dorë, sesa të japin më shumë lek shtetit dhe hynë në diskutime me biznesin për të mos i deklaruar edhe pagat reale.
Në lidhje me këtë ndjes për ndërhyrje. Kam marrë paraprakisht një përllogaritje për sa kohë që kam udhëhequr një temë diplome në të drejtim, që taksa progresive, jo vetëm që ka shumë probleme në përllogaritje, pra has vështirësi në përllogaritje, por është një taksë e cila stimulon evazionin fiskal. Konkretisht, prekën pagën 50.000 lekë, tatimi i të cilës është 0, dhe paga neto e këtij punonjësi me tatim 0 është 24.400, ndërkohë që në intervalin nga 50.000 deri në 52.400, askush nga ne nuk do donte të kishte rritje page, sepse një punonjës me pagë 51.000, 52.000 apo 52.500 do merrte më pak pagë neto se sa një punonjës i cili e ka pagën bruto 50.000, dhe konkretisht edhe pse paga është më e lartë 52.500 e punonjësit të dytë, realisht ky punonjës do të marrë 44.345 lekë pagë neto, pra thënë ndryshe pagë neto për buxhetin familjar të tij do jetë më e ulët. Pra, ky nuk ka një stimul që të kërkojë një rritje page, por ka një stimul që këtë diferencë ta marrë në të zezë. Thënë ndryshe, taksa e shesht bën që ky evazion fiskal për cilën folëm, pra ne të bëjmë politika afatgjata, që në një mënyrë ose në një tjetër të mos e çojmë tregun që pagat t'i rrisim me presion, me dhunë, por t'i rrisim me koshiencë, me politika afatgjata të cilët gjithë njerëzit që nesër do duan një kredi e tjerë, të jenë koshient të kërkojnë pagën reale të kaloj në bank për të cilën duhet mbahen sigurime. Pavarësisht se në të gjithë këtë interval që sapo mora, ndodhe njëjta gjë nga taksa progresive dhe kur kalojmë 60-ën, por edhe kur kalojmë pjesën tjetër të taksimit, shteti për secilin nga këto, pra arrin të mbledhi 2275 lekë, pra shteti në këndvështrimin tjetër, në momentin që kjo pak kalon nga niveli 50.000 në nivelin 52.500, shteti arkëton vërtet 2275 lekë për çdo individ, por në fund fare ky individi për familjen e vet merr më pak lekë. Duke qenë se këto janë dy anë të kundërta, është e prirur që të bëhet një kompromis më i lehtë midis biznesit dhe individit që diferencën ta marrë në të zezë ose të mos kërkojë, të mos ketë stimul të kërkojë rritje page. A mund ta bëjmë të kalkulim nëse edhe kur paguan, le të themi, një taksë të sheshtë mbi pagën? Po patjetër, është shumë e kollajt tatimi mbi taksën e sheshtë, sepse nëse do kishim një interval i cili nuk tatohej, për gjithë pjesën tjetër kemi 10%, ose edhe sikur të vendoset një taks tjetër e sheshtë, 12 apo 15%, do tatoheshin të gjitha të ardhurat. Në thelb, shteti realisht me rritjen e të ardhurave merr më shumë të ardhura, pavarësisht se norma është e njëjtë. Është ajo thjeshtësia e cila ne na tregon që është një stimul, sepse vetvetiu të gjithëve, si konsumatorët, si biznesit, i teprojnë më shumë para, biznesi është më i prirur ti riinvestoj këto para, kurse konsumatori është më i prirur të rrisi konsumin dhe njëkohësisht të kursej diçka për t'i riinvestuar qoftë edhe në pasuri të paluajtshme apo diçka tjetër, gjë që do sillte të gjitha këto elemente të bashkë në një politikë afatgjatë, do sillte rritje të punësimit edhe rritje të të ardhurave për gjithë pjesën tjetër. Është ajo që tha Armando në fillim fare, është një mekanizëm shumë i mirë për të lëvizur ekonominë, që është e brisht dhe për t'i dhënë një dorë për të patur një rritje ekonomike pak më afatgjatë, pra jo shteti të marrë të ardhurat në një moment afatshkurtër, por të ndjehet i varfër biznesi dhe konsumatori final. A du të bjeri ky, do me thënë, është si diskriminuese e fakti që kush merr më shumë, paguan më shumë, dhe në qoftë se i rikthehemi një taksimit të sheshtë, jemi të gjithë të barabartë përpara ligjit, le të themi, dhe përpara taksës, tatitimit mbi të ardhurat? Parimi që qëndron tek taksa e shkallëzuar ka qenë pikërisht kjo që kush fiton më shumë lekë të paguaj më shumë lekë. Por qeveria ka dhe instrumentat të tjerë. Për shembull, ajo vërtet mund të marrë më pak lekë nga këta që janë më të pasur, por ai në një farë mënyrë mund të bëj kompensimin për shtresat në nevoja, për shtresat e tjera, do të nga burimet e të ardhurave ti stimuloj ose të bëj këtë pjesën që thamë si që sot 50.000 lekë e patatushme, mund të jetë nesër të vazhdoj të jetë, apo të jetë 10%, dhe mbi këtë të jetë 10%.
E kuptoj. Se dhe ai që merr të ardhura më shumë, arrin një pikë duke i vënë taksat e larta e frenon atë dëshirën për të punuar dhe për të vazhduar për të sjellë zhvillimi. Kurse kur ai krijon të ardhura më të larta, vetë njerëzit janë të prirur që të punojnë çik më shumë dhe të sjellin dhe do të thënë nuk mund të ndahet fiks se sa është përfitimi dhe sa është humbja. Duhet që një ekonomi e mirë strukturuar dhe mirë atëherë ti mund të taksosh më lart. Kurse ne kemi një ekonomi që nuk e kemi të mirë strukturuar, nuk e kemi totalisht formale dhe jemi më mirë që ta kanalizojmë, të ndërgjegjësojmë dhe njerëzit të paguajnë taksit dhe pastaj ti mund të rritesh gradualisht ato. Po pra, po në rastin konkret, ne bëm një lloj krahasimi, le të themi midis pagës tatimit progresiv dhe tatimit të sheshtë. Një person që ka një pagë, po e themi 800 euro në muaj, në parim do paguaj më pak nëse ka një taks të sheshtë dhe nëse vazhdon ky përjashtim deri në 50.000 euro? Ky përjashtim vazhdon është minimalisht 3% diferenca, nga 13 është dhe paga 800.000 lekë në 10% që do vej. Dhe për një pagë që kemi 80.000 lekë, baza që nuk tatohet është 30.000 lekë. 50.000 lekë që tatohet. 50.000 me 13% i thonë 6.500 lekë të reja. Kurse me takshën e thjesht do vej 5.000 lekë të reja. Dhe është gati 1.500 lekë të reja ndryshimin në taksi. Më pak. Më pak. E kuptoj. Është lehtësi kanë përshtypjen dhe në rastin e të dy punësuarve, sepse tani dy punësuarit me ligjin që është në fuqi, le të themi pagat mblidhen bashkë dhe pastaj tatohet në mënyrë progresive. Sjell lehtësi taksimi i thjesht për të dy punësuarit? Jo vetëm që sjell lehtësi, por unë do të thoja që për të gjithë të rinjt sidomos, por edhe për ato që janë në punë apo qoftë për pjesën part-time, për të patur një punë të dytë, qoftë për overtime, brenda të njëjtës punë, qoftë në dy punësim, ne jemi një vend i cili kemi nevojë ta stimulojmë këtë pjesë, që të shikojmë sa më pak të rinj nëpër kafe dhe të kenë mundësi të punojnë. Pra të mos i penalizojmë se punojnë dy punë, po të punojnë dy punë. Po, dhe kjo është jo vetëm nga taksimi progresiv, por dhe nga mënyra e përllogaritjes sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, që ka shumë pak hapësirë, shumë pak diferencë, dhe unë kam shumë nga studentët të cilët punojnë dhe më thonë që nuk kemi arsye të punojmë overtime për sa kohë që na bie që të tatohemi më shumë. Sepse siç e pam, në lidhje me tatimin, kalohet vërtet fasha e parë 0 deri në 50.000 e patatueshme. Por në momentin që e kalojmë këtë fashë, automatikisht ne bijem në fashën 35.000 e lartë të patatueshme. Po në momentin që kalojmë fashën 60.000, atëherë automatikisht bijem në një fashë tjetër, që do të thotë edhe pse gjatë gjithë vitit, edhe me dy punësimin mund t'i mbahet tatimi mbi të ardhurat nga punësimi, një person i cili i bashkojnë këto dy paga përsëri i ngelet 5.000 e patatueshme gjatë vitit, për të cilat kur i grumbullon dhe i paguan në fund të vitit me diva, është shumë e rëndë dhe shumë e vështirë. Edhe për ne që punojmë dy punësim dhe kemi kënaqësi për të qenë pjesë aktive e shoqërisë në disa dimensione, jo vetëm në atë studion ton, është shumë normale që nuk na vjen mirë që në fund të vitit pastaj të mblidhet në një shumë e caktuar për ta derdhur me divën që normalisht i bie që të taksohet. Do thoja që me taksimin e sheshtë një gjë është e sigurt. Një nga arsyet pse investohet, një nga arsyet pse rritet punësimi, është jo vetëm thjeshtësi në mënyrën e përllogaritjes të taksimit, por në një farë mënyrë që gjithë ne e dimë se sa do jetë ajo që detyrohemi në fund të divës. Do të thotë në kur të vi marsi i vitit tjetër, ne do ta dimë se sa do paguajmë. Kurse në këtë mënyrë themi prit se e kapi ky intervali apo ky interval. Nxit evazionin, praktikisht nxit evazionin. Nxit evazionin është logjike. Edhe nëse je dy punësuar, në një punë do kërkosh ta marrësh në dorë pagesën, në një punë ndoshta do kërkosh ta kesh për shkak të efekte pensioni dhe kontribute, por që nxit evazionin. E ka treguar gjatë kësaj kohe. Po për bizneset, çfarë ndryshon? Sepse bizneset, le të themi me taksim e quajmë të sheshtë i kemi, ka 1% tatim fitim dhe janë të përjashtuar deri në një nivel të caktuar bizneset e vogla kryesisht. Thjesht përfitimi është që ky tatim të shkojë 10%. Patjetër, ky tatim të shkojë 10%. Në momentin që shkon 10%, edhe biznesi dhe njerëzit janë të ndërgjegjshëm që duhet të paguajnë taksa në shtet. Dhe kur taksat e tatimit janë në një
masë të pranueshme, siç është 10%, atëherë ata janë të prirur që më mirë po i deklarojmë të gjitha dhe nuk po lodhemi të bëjmë 2 bilance siç funksionojnë dhe janë të prirur të paguajnë edhe më shumë. Do nxiti formalizim, themi, dhe është i prirur që edhe të punojnë më shumë, duke sjellë punë më shumë, të sjellë edhe zhvillime të mëdha. Si mendoni, tek bizneset duhet vijojë përjashtimi deri në 14 milion lekë nga tatimi fitimi, apo edhe kjo, le të themi, ka një lloj evazioni? Për mendimin tim, edhe pse mund të jetë në kundërshtim të shumë bizneseve për cilat mund të përfaqësoj, nuk ka arsye që të jemi me 0 tatim fitimi. Ashtu sikur se tatim fitimi duhet të jetë në një masë të pranueshme, sidomos për ne që jemi profesionistë të lirë, sepse ne që jemi profesionistë të lirë në fund fare nuk kemi investuar tulla llaç, nuk kemi investuar mallra aktive etj, për cilët në një moment qoftë edhe kritik për jetën, fëmia im të jetë i sigurt sepse ka një pasuri. Gjitha investimet janë tek unë dhe në një moment kyç mund të ndodhi që me mos pranin time, i gjithë investimi të bje. Pra, në sensin e diferencimit. Në lidhje me taksimin, edhe kur ne si profesionistë lirë u mblodhëm për ta kundërshtuar, unë mendoj se u mblodhëm për ta kundërshtuar në sensin e masës, pra në sensin e raportit të 15%. Po kjo ka qenë fakt. Që ne nuk duam që tatohemi. Ne jemi koshient që një shtet mbahet me të ardhurat, me tatimet dhe taksat që mbledh, dhe është shumë normale që ne t'jemi pjesë kontributive e këtyre të ardhurave dhe s'ka arsye pse të mos paguajmë. Sikurse, në këtë rast do thoja që përsëri është një pjesë, le të themi, si pjesa progresive, nga 14 milion, unë do thoja që dikush që ka një xhiro 13.900.000 në fund të dhjetorit, do ishte i prirur të bënte një evazion fiskal, qofte edhe përballë një penaliteti nga tatim taksat nëse do ta gjenin, për arsyen se po ta kalonte 14 milion e 1 lek, i bie që të gjitha këto fitime do i tatoheshin me 15% nga shuma që jemi me 0%. Për këtë arsye taksimi shesht edhe një herë nxit stimulon ekonominë, punojnësit, edhe atë pjesën tjetër të kënaqësisë që ti e di vërtet nuk ka rëndësi. Unë për ato të ardhura që realizoj jam koshciente si individ që duhet t'jap kontributin tim, qoftë në sigurimet shoqërore, shëndetësore, në tatime, në taksa dhe gjithë tjerat. Por këto duhet të kenë një bazë logjike për të cilën duhet të jenë të mirë pranuara, sepse në fund fare janë kontributet tona të cilat derdhen dhe duhet më shumë se sa të jenë të mirë pranuara, unë mendoj që duhet kenë një feedback. Sa do i lartë ishte siguracioni, nëse ne do shkonim në spital dhe do na përgjigjej për të gjitha, ne do ishim të gatshëm ta bënim. Sa do i lartë ishte tatimi në momentin që ne vërtet do kishim rrugë etj, pra ne do ishim të gatshëm. Pse? Sepse në një farë mënyre të gjithë ne, paktën të moshës time e lartë, punojmë për të ardhmen e fëmijëve. Nuk punojmë tashmë për veten tonë, kështu që kur nuk i marrim mbrapsht, tentojmë disi të mos paguajmë është zhgënjim. Shumë, sepse është zhgënjim. Megjithatë, propozimet e bizneseve shkojnë dhe në sektor të ndryshëm. Një nga sektorët është turizmi që në fakt është konsiderohet si motori i rritjes ekonomike aktualisht. Propozohet vendosja një shpërblimi të detyruar, tips. Çfarë mund të sjellë kjo masë? Do të arrisë interesin për të punuar në sektorin e shërbimeve? Shumë vende aplikojnë këtë që në faturën e klientit vetë edhe një tips bakshish për kamarierin. Nëse kjo vendosë dhe nuk parashikohet të hyjë në të ardhurat e biznesit, do të vendosë si zëmë vete, normalisht që do rritet të ardhurat për kamarierët, banakierët apo kuzhinierët si do t'i ndajnë mënyrën si ndajnë shërbimi, se shërbimi s'mund ta marrë vetëm kamarierin, ndërkohë që ka dhe puna qesh nga pas dhe zakonisht ne. Normalisht që duke qenë se ne kemi mungesë fuqi punëtore, kjo është një mënyrë nxitje për t'i afruar njerëzit për të vajtur dhe të punuar në gjatë sezonit të verës në zonën e plazhit. Padyshim që kjo është një gjë e mirë. Dhe të në mirë me nduar, duke marrë eksperiencët nga vëndet. Dhe realizueshme duke marrë eksperiencët nga vëndet e tjera. Do kisha një ndërhyrje. Jam shumë dakord me pjesën e Armandit, që do të thotë është një ardhur shtesë, ne që të gjithë duhet kemi masën edhe kuptueshmërinë, që këto të gjithë janë punonjës në një shërbim sezonal, megjithatë
kjo lloj faturimi në këtë moment, duke qenë se që nga janari i 2024-s në fuqi është ligji për tatimin mbi të ardhurat, ligji i ri, 29/2023, do të thotë gjitha këto të ardhura do të kalojnë tek borderoja, tek paga, që do të thotë që do të thotë në radhë të parë do të kërkojnë nga biznesi burime njerëzore akoma më shumë në për llogaritjen e pagës, që do të thotë nga individët nuk mund të ndahet në mënyrë, domethënë jo vetëm pa u tatuar, sepse do tatohet, ekzistenca e bakshish për të tatuar është një eksperiencë e gjatë, të cilën unë e njoh në një nga punët e mia, që mblidhe i gjithi, tatohej me 15% dhe shpërndahej, por tashmë ku qëndron diferenca, te ajo pjesë e cila kush nga personeli do ta marrë, do kemi një të ardhur e cila do të shpërndahet, dhe për këtë diferencën e vogël mund të kalojmë nga një nivel page në një nivel tjetër. Pra me taksën progresive dhe me tatimin me bakshishin, unë mendoj që asnjërit nuk do t'i leverdisi dhe nuk do jetë një ardhur sepse me ligjin e ri, normalisht tani ne kemi jo vetëm të ardhurat në para, po edhe të ardhurat në natyrë, që do të thotë në momentin që mua nga puna do mbi një dhuratë, unë kam të drejtën e Zotit që ta refuzoj, sepse normalisht kaloj në një tatim tjetër për cilin do ta paguaj keq. Mendova që në këtë rast do ulte pak presionin e bizneseve për të rritur pagat. Problem që këta nuk e kanë zgjedhur sepse punonjësit i vjen në sezonin veror, biznesi është i detyruar të mbajë me ushqim, me fjetje, që tani ligji thotë për të dhe ushqim të quan si të ardhura në natyrë. Do të thënë këta në vend të lehtësojnë gjërat, i vështirësojnë. Ndryshimi po duhet bërë plot. Nëse ti fut bakshishin, duhet të heqësh edhe këtë pjesën që mos tatohet. Që të mbahet 15% në total, minimalisht që do tatohet, është e sigurt, po që do mbahet në total dhe pastaj të rialokohet, sepse për ndryshe, domethënë asnjëri s'do ishte interesuar që të merrte. Duhet gjetur forma e duhur, le të themi, për tu bërë. Mekanizmi, po. Përjashtimi të mos tatohen të ardhurat që shkojnë deri në 1.500 euro në sektorin e turizmit. Diskriminim pozitiv, shumë mirë. Pozitiv? Pozitiv, pse jo. Është një sektor sezonal. T'i afrojmë edhe cilësi përveç se sasi njerëzve. Ka efekte? Pa tjetër. Ne për turizmin kemi bërë një ligj të veçantë në lidhje me TVSH-n. Është bërë me 6%. Por këta mira bin ligjin me 6%, do thënë kjo që me denjë mos rritet çmimi i dhomave. Do thënë TVSH janë normalisht në Shqipëri është me 20%, kurse vetëm fjetja dhe dhënia e mëngjesit tatohet me 6%. Këta pra nxjerrin një kleçk ose bën një VKM që thonë që ai biznesi është hotel, po bën dhe tregti, artikuj të ndryshëm ose bën dhe një punë tjetër, nuk ja njopin 6%. Do të thonë, nëse ky biznesi tani thotë punon te kjo firma, dhe kjo firma bën edhe po themi bën edhe hoteleri, po bën edhe transport, bën edhe agjenci udhëtimi, ka dhe një market që shet atje. Këta të prit. Është ajo VKM-ja që ka dalë në 2017 në 1950. Duhet të ketë niptin të ndarë. Pra nipti i hotelit ka qenë, domethënë, në momentin që u bë 6%, është i detyruar që të jetë i ndarë edhe kur i njëjti objekt, le të themi, një restorant, bar, restorant, hotel, etj, duhet ta ketë të ndarë si nip më vete hotelerin, vetëm për këtë arsye. Nëse nuk e bën, nuk e përfiton, por në momentin që do ta bënte, e përfiton këtë 6% për te pjesës që dhe këtu ka prapë për evazion fiskal, se ta i mund thot all inclusive, edhe është me 6%. Jo, atë inclusive vetëm mëngjesin ka, se drekën dhe atë. Por nip të ndarë pse duhet të bëj dy biznese. Që të ndaj më vete akomodimin dhe kjo është një gjë tjetër. Kjo është një... Unë kam punojnësi dhe punojnësi me ekonomisti më punon edhe për hotelin, më punon edhe për marketin, po themi. Ti duhet të deklarosh në 2 bordera? Tani bjeti ndaj 2 nipte, thot, ndaj 2 nipte, bët 2 shoqeri dhe tani punojnësi ku ta registroj tek hoteli apo tek marketi, ose kam një punonjës shkarkim, po them rregullim. Po sanitarja, punon dhe të restorantit dhe të hotelit, që në cika, është vështirësi. Janë ca gjëra që kleçka që këta i bëjnë ligjin, për pasaj futsin dhe një VKM, që i ngatrojnë prapë. Mirë, dakor, do shkojmë një hapësirë publicitare, do kthehemi sërish për diskutuar për kërkesat që ka biznesi për forcat politike në vend.
Rikthehemi në studio të diskutojmë, sikurse e theksova, për kërkesat e biznesit. Flasim për sektorin e turizmit, jemi ende tek turizmi. Subvencion në paga e sigurime për punonjësit sezonal të turizmit. Në fakt ka qenë një kërkesë shumë e hershme që nuk është realizuar, është duket një praktikë që është dhe në vende të tjera të rajonit që duan ta mbajnë industrinë turistike në këmbë edhe gjatë gjithë vitit, domethënë. Sa shërben kjo masë, sa i vjen në ndihmë këtij sektori në tërësi? Nuk di të them, të analizoj një gjë paraprake, për më tepër pa u miratuar. Ato që e kam propozuar besoj se duhet kenë disa shifra më shumë, por me ndjekjen e emisioneve të këtyre ditëve kam vënë re që është një problem tjetër për cilat hotelet dhe pjesa akomoduese ose sektori i industrisë së turizmit, që është edhe sezonal, kanë në vëmendje këto ditë, dhe është vendimi që ka dalë në lidhje me akomodimin, me pjesën minimale të akomodimit edhe gjatë vitit, dhe në kontekstin, pse solla sot për ta diskutuar, sepse në kontekstin e saj ne nuk e shikojmë më turizmin si sezonal, ne po e shikojmë si vjetor dhe nuk ka vend më për të treguar që është sezonal. Pra, ne kemi thënë që do ketë kapacitet nga një maj në 30 shtator me kapacitet plot, pastaj me një pjesë të kapacitetit nga tetori në fund të prillit, thënë ndryshe, pra ne shikojmë edhe këtë industri si vjetore, nuk ka vend për ta diskutuar pjesën sezonale. Po ne shikojmë, po në terren ndoshta nuk është kështu. Është shumë e vërtet, jam dakord që nuk është kështu. Sepse në letra mund ta shikojmë, por në terren është shumë e vërtet, jam shumë dakord për gjithë subvencionet në një industri të brisht, si që është pjesa e turizmit, që ne deri më tani kemi parë pjesën e sasiore, pra ne jemi marrë me shifra, erdhën 5, ikën 6, e tjerë, kemi kuptuar që ky feedbacku nuk do t'jetë më i njëjtë, përsa ko këto njerëzit janë përballë me një cilësi shërbimi jo të mirë, dhe që të kemi një cilësi shërbimi të mirë, normalisht duhet kemi njerëz të mirë paguar, por edhe jo vetëm për atë periudhën të cilën shërbejmë, po duhet t'i subvencionojmë edhe në pjesën tjetër të kohës, për sa kohë që nëse dikush do të ndjeki një shkollë për kamarier, një shkollë për guzhinier, e tjerë, e duhet të krijojë të ardhura familjes vetë gjatë gjithë vitit. Nuk mund të pretendojmë që familja e tij do konsumojë, do shpenzojë vetëm për 4 muaj që zgjat sezoni veror. Dhe është normale që gjitha masat do të çojnë në rritjen e sektorit. Edhe ne duhet jemi gjithë koshient dhe prandaj thash dhe në kryet herës që kjo është një diskriminim pozitiv edhe ne nuk kemi arsye pse të ndjehemi keq. Buxheti i shtetit a e mban këtë lloj peshe, do të thënë ai rëndon shumë nëse bën këtë lloj stimuli për punonjësit në sektorin e turizmit, ku në fakt është shumë rëndësishme të mbash këto punonjës gjatë gjithë vitit. Buxheti i shtetit dhe me vendimin e fundit që ka nxjerrë ata janë të prirur që ku të marrin. Duke mos pasur mundësinë e kontrollit në terren, duke mos luftuar dot evazionin dhe nxjerr vendime që t'i bëjnë në llogaritjet a priori, po themi. Por konkretisht vendimi që ka dalë për hotelet tani thotë që nuk i intereson më se sa punë ke. Por do të deklarosh kaq 65% do të deklarosh se s'bën. Po ke 20 dhoma, 65% i ke të mbushura, thot ai. Ai nuk vjen më, so vjen më të dera të trokasi, i ke dhomat i ke të mbushura apo jo, po thot 65% duhet të kesh të mbushura, bën llogarin sa e ka çmimit dhe ta bën nga zyra rivlerësimi. Është pak paradoksale në fakt. Po do thënë ai ka pa fuqinë e kontrollit, duke pasur që pati dhe shumë evazion, sa ai thot më kanë ardhur gjithë këta turistë, por nuk shikoj deklarim. Tani deklarimi vjen nga mos nuk i ke dënë gjësuar njerëzit, nuk e bërë kontrole në teren, ke pa fuqinë e kontrollit të sistemi dhe njerëzit janë të prirur që sa më shumë të shmangin. Edhe tani nxjerrin VKM për të mbledh vetëm me forma alternative, jo me forma reale. Pra, në këtë këndvështrim i bie që kjo kërkesë, le të themi është pak utopike ta kërkosh në kushtet kur drejtimi është se si të marrim sa më shumë të ardhura nga turizmi. Po nuk besoj se do ketë, ata nuk po subvencionojnë pikat e ekonomisë janë më të vështira si bujësia, që është ajo me turizmin që thotë turizmi ka lek, vjen për qef. E kuptoj. Ndërtimi, propozohet ulje e taksës së ndikimit në infrastrukturë, 2 deri në 6%. Çfarë sjell kjo? Ai ul kjo çmimet e banesave nëse vendos njëra nga forcat politike që do vinë në pushtet, le të themi pas zgjedhjeve që ta aplikojë? Mendoj që është, duke qenë se është një kosto direkte në ndërtim, është normale që do ta uli. I bëj lidhje pak me pikën më përpara.
shteti me pafuqinë e vetë për të kontrolluar transaksionet e shitblerjeve e tjere, vendos a priori dhe këtu, pra të në ndryshe, këtë që u miratua për hotelerin, apo për strukturat akomoduese, për shtetasit shqiptarë në përgjithësi, ka kohë që është, pra është një mekanizëm që në këtë mënyrë ka funksionuar me çmimin e referencës. Realisht çmimi i referencës pati një rritje dhe edhe pse taksa në ndikimit në infrastrukturë ishte nga 4 deri në 8%, pra edhe pa e lëvizur këtë taksën, automatikisht duke u rritur çmimi i referencës, ndryshoi kjo lloj shuma për cilën derdh një biznes i cili merret me ndërtim dhe për më tepër e derdh paraprakisht para se të zbardhet leja e ndërtimit. Dhe u reflektua te kostot. Dhe është normale sepse bashkë me ndryshimin e çmimit të referencës gati u dyfishua, sidomos në Tiranë, domethënë që pati një lëvizje deri në 75% rritje të çmimit të referencës, është normale që pati një rritje. Kjo është normale që pati një kosto dhe në pamundësi të ndryshimit të çmimit të referencës, se tani e ndryshojmë kahun e lëvizjes në sensin, të paktën të kërkoj një ulje dhe kjo do bënte një ulje mesatare, mendoj unë, diku te 50 euro për metër katror të banesës dhe është normale që shteti nëse do kishte mekanizmat e veta, do ishte shumë i drejt për ta parë këtë a do reflektohet apo jo për gjitha banesat që do jenë në ndërtim. Pra duke qenë se nëse do miratohet kjo nisëm dhe do bëhet, do përgjysmohet të ndryshe se pak a shumë tek përgjysmimi është aktualisht 4 deri në 8% në qytetin e Tiranës është 8%, do shkoj 2 deri në 6% dhe është logjike që do ulet duke qenë se baza e taksueshme është e njëjtë. Automatikisht të paktën këtu shteti do të kërkonte dhe do të tregonte që kjo është vërtet një ardhur për buxhetin vendor, por të paktën do lehtësonte në masë të gjithë çmimet e banesave. Se në fund fare konsumatori final është ai që i merr të gjitha taksat në kurriz. Të ndryshe pra jo thjesht biznesin, sepse biznesi do ta aplikonte, do ta vendoste koston aty, nuk do ta shesi këtë muaj, por do e shesi muajin tjetër shtëpinë. Kurse konsumatori final është ai që normalisht në fund fare do jetë edhe më përfituesi. Mendoj që e reflektojmë sipërmarrësit në ndërtim këtë lloj le të themi ulje të kostos nëse le të themi miratohet kjo se kërkesa janë. Duke patur parasysh që vitin e fundit ka pasur një rënje të ndërtimit, normalisht edhe ajo do reflektohet. Tani pjesa që reflekton më shumë reflektojnë zonat, po themi, ndërtimet janë në zonat në rrethin, aty në qendër të Tiranës, sepse atje s'ka më dhe toka dhe më ndërtime dhe atje vetëm rriten çmimet nga kërkesë ofertë. Kërkesë ofertë. Po të shohim zonën e Paskuqanit që tani po ndërtohet shumë, normalisht atje duhet të qesë siç ka qenë në Astiri apo Izbirishti me çmimet e lira apo fresku, atje dhe aty janë çmimet e 1000 euro, që do të thënë më pak se 1000 euro nuk po ulen dot se atë janë kostot reale. Nëse ne do kishim zbritur taksën minimalisht 50 euro do kishte rënë çmimi. Do reflektohet. Do reflektohet. Në zonat e qendrës nuk do reflektohet. Pra, forcat politike të marrin parasysh kush vjen në pushtet. Flasim për ligjin për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Në masën 3% thon bizneset për ndërtesat dhe 5% për ato komerciale. Pra për banesat 3% dhe për ndërtesat komerciale 5%. Në fakt një iniciativë që u nis, u la pezull, pati diskutime për 3%, për 5% dhe është tyr deri pas zgjedhjeve ose për vitin tjetër. Cilat do të jenë efektet nga kjo lloj amnistie tjetër? Janë bërë disa herë amnisti në fakt tek fusha e pronave në Shqipëri. Duke qenë se tatimi është i lartë, është normale që njerëzit presin amnisti. Duke qenë se është bërë tradit për të bërë amnisti, është përsëri normale që ne do presim për amnisti. Unë do thoja që ndoshta që të gjithë neve na intereson që të jetë 3 deri në 5%, por unë do thoja për sa kohë që ne duam të aplikojmë taksën e sheshtë, ashtu siç në fillim fare mendova që është shumë e mirë taksa e sheshtë, në të njëjtën arsyetim do thoja që të paktën të shkojë sa taksa e sheshtë, pra për llogaritja të jemi që kur ta implementojmë një ligj mos ta implementojmë duke arnosur, se për këtë gjë s'na intereson, po për atë tjetrën na interesoj. Dhe realisht pjesa e amnistisë unë do thoja sidomos në lidhje me reflektimin kur kemi dhe rritje të çmimeve të referencës dhe nëse dikush do ta shesi nën çmimin e referencës, besoj se do ishte shumë arsye
ose në një farë mënyre e ka quar këtë treg pak në ngërç, sepse gjithë po presim këtë, jo se nuk duan të bëhen transaksionet, më shumë se sa është ajo dëshira për të paguar sa më pak, edhe normalisht që janë tërhequr pak për të pritur këtë pjesën, sepse normalisht vjetë, ndoshta në këtë kohë, mbaj mend, po u bë një... Pritet të dylte në Jo, më përpara u bë drafti, dhe unë për draftin kemi qenë në një emision, u bë drafti, domethënë që ishte me 3%, pastaj nga shtatori u fol për 5%, dhe të gjithë ne në një farë mënyre presim që të përfitojmë nga ligjet fiskale si kudo. A janë zgjidhje amnistit? Se kjo është realizueshme, praktikisht është realizuar disa herë dhe është një pikë që mund realizohet lehtësisht. Amnistit nuk janë zgjidhje sepse rrisin pritshmëritë e njerëzve, ja për shembull amnistia po themi për rivlerësimet, njerëzit janë mësuar që çdo 4-5 vjet bëhet një rivlerësim. Kur ka zgjedhje. Kur ka zgjedhje, dhe tani janë të prirë që dalë se do të dalë amnistia, Mirë është që gjërat mos të zgjidhen me amnisti, po të zgjidhen me drejtësi duke ulur pak taksën që njerëzit të dëgjersojnë. Duhet të paguajmë taksa. Çështja është te niveli. Për shembull, amnisti fiskale këtu nuk është bërë që nga 2012-a. Më përpara bëj çdo 4 vjet. Tani njerëzit biznesi mbaj mend 5 vjeçarin e parë pas 2012 se prisni, ja se erdhën zgjedhjet do falen gjobat ose do bëhet ndonjë urë. Erdhën zgjedhjet e dyta do falen gjobat. Realisht nuk është bërë. Dhe është bërë miq që nuk është bërë që biznesmenët të ndërgjegjësohet dhe ata i paguajnë. Këto i kanë për të paguar, do t'i paguaj, thotë. E njëjta gjë është dhe me këtë, se po mësuan çdo 4 vjet, nuk është gjë. Si më shumë për amnisti, po jemi tek zbritja e tatimit për kalimin e pasurisë së paluajtshme në 7% thot biznesi. Kjo më shumë se amnistia do të formalizonte gjithë industrinë e pasurive të paluajtshme dhe do të lehtësonte transaksionet. Sa qëndron? 7%. Nga 15 që është aktualisht. Vazhdoj të jem këmbgulce në pjesën e taksës së sheshtë, që do të thotë, ka pak rëndësi se do vendoset 11, 10%, 8%, 9%. Do të thoja në lidhje me lehtësinë, pra, si tham pak më përpara për taksën progresive, që është ajo që neve na çon në evazion fiskal. Në një farë mënyre, edhe këtu, nëse kemi përqindje të ndryshme, përveç pjesës së vështirësisë së transaksioneve, që do të thotë, është edhe ajo ideja për të lindur ide të reja që këto parati investojnë në pasuri të paluajtshme, se pastaj kur ti shes do t'i keme një tatim tjetër. Pra, investimi im, parat që vetë biznesi ose individi do të kursej. Në cila do mënyrë ti investoj të tatoheshin, në të njëjtën mënyrë, pra njësoj me taksën e sheshtë, pavarësisht ta është përqindje, sepse ajo është një gjë. Po, në këtë rast e sheshtë është, 15%, kalimi pronësisë aq është. A është taksë e sheshtë? Jo. 15%. Në qoftë se kalon një... është taksë progresive, është pavarësisht se i nështrohet. Pra, vetë, pra, politika fiskale momentale është taksë progresive. Ka pak rëndësi se si taksohet për këtë gjë, edhe dividendi, sa do të marrë është 8% është. Por, progresive do të thotë, dividendin e taton me 8%, tatim fitimin me 15%, tatimin burim me 15%. Pra, të vendoset një taksë e njëjtë për gjitha. Për këtë arsye vazhdojmë më shoj pjesës taksë sheshtë për të gjitha ardhurat dhe transaksionet. Për të cilat ne realizojmë fitime, se jo detyrimisht do realizojmë fitime, pra thënë ndryshe njerëzit do ishin të prirur që të investonin fiks aty ku ato e ndjenë veten më mirë, qoftë në pasurit të paluajtshme, qoftë në pjesën intelektuale, qoftë për të dhënë me qera, qoftë pra të gjitha nga të ardhurat nga të gjitha burimet të taksoheshin me të njëjtën normë. Për mua. Jeni kaq kategorik sa Gladiola në këtë pikë? Apo si pas sektorëve? Taksës e thamë që është gjë mirë dhe ka gjithë mirë. Tani, disa sektorë mund të ketë edhe stimull, si që shtemë për shumë, ose qeveria mund të zgjidhë dhe subvencion më shumë se sa ndryshim. Në këtë rast ndërtuese nuk ka çfarë jep. Do të thënë, më saktë qytetarëve që shesin një banesë. Qytetarëve normalisht po të bie taksa nga 15 në 10, është normalisht është me dhe s'kam se presin më rivlerësime pastaj. Deri në 7 ka shkuar biznesi, thotë është më atraktive 7. Po biznesi thot edhe 5 edhe 0, po puna është që të jemi një taksimi drejt. Po në këtë rast, a është nevojshme për Shqipërinë, kemi një sër apartamentesh në fakt që janë mirë apartamente që mbeten bosh dhe nuk janë futur në treg, ndoshta edhe për shkak të këtij tatimi që duhet paguar. A do ta zhbllokon këtë treg nëse ulej ky tatim? Ne kemi prap një mungesë, si e shikojmë unë si Armand, ose si qeveria shqiptare nuk ka një mënyrë të drejtë për pronat që nuk vendose në funksionim.
Po themi, që për tokat bujësore, që për apartamentet që rinë bosh, dhe thënë nuk ka taks të dytë. Duhet i taksoj, me taks shtes. Ti në qofë se, më shumë unë kam 5 apartamente, po themi, unë të një banoj, 4 i kam lënë, mund t'i lëdhe bosh, ose i kam lënë me qira. Tani në momenti që kam 2-3, bota jashtë i takson, për shumë. Vë një taks të shesh, po, me qëllim që kapitali mos ri ngrirë. Ose ka toka të mëdha bujësore, njerëzit kanë ikur me emigrim, të kanë beten bosh. Të kanë bosh, po si a japin as dikuj tjetër, e kam timin, thot aje, këtë ndë, po ti blokon ekonomin. Dhe dhe ti mund të vësh një taksim të drejt që të qarkulloj leko të nëzitësh njerëzit të punoj. Taksimi drejt është një tatim, si tham, nga 15 be 10, që njerëzit jenë më të prirur të paguajnë dhe më me qep. Menon që të këtë tokat bujësore do të nëziste ekonomin bujësore për t'i edhe në treg. Po të pakten, aji që s'ka iku në emigrim të alëshoj tokë, ta marri aji që punon në kuptimin e kësa, në një formë të drejt. Jo të ja marrësh, po paguaj taksa dhe të tyroj të japi me qira, ama të lisë, do të nëziri ato, do të ale tjetëri që do të rita punoj. Ku e lënë shqiptare tokën? Po, mos të lënë, po që... A duhet këtë një... Po, këj mentalitet nga ka se dhe në një blokim. Pa tjetër që në ka në blokim të ekonomisë. Shqiptarët po mirë paguajnë ose mbeten debitorë? Po paguajnë, të ardhur në buxhet jenë atë. Të ardhur në buxhet. Ta paguajnë. Le të punojnë atë, taksë është prikur pastaj, sigurisht që se paguajnë dhe mund të alëshojnë, por është mekanizëm i mirë në fakt. Është mekanizëm që ka zhjithë gjithë bota, se nuk jemi të parë që kemi kaluar këtë pjesë. Po ndaj themi një taksim i drejtë, jo me normat të larta, po një taksim që të ta nxjisë njerëzit që kush do të punoj, të vazhdoj të punoj, kush. Qartë, a duhet këtë indiferencimi midis banesës së parë dhe banesës së dytë kur bëjmë të transakcionet e shitjeve pra tatimi për kalimin e pronësisë, po flasë gjithmonë? Në lidhje me kalimin e pronësisë, unë të thoja që është thjesht një moment, që do të thotë për sa kohë që po themi një taksim i drejtë, është një taksim i drejtë në momentin e shitjes do kishim një taksim akoma më të lartë për shtëpinë e dytë, do bërim efektin e kundërt të asaj që tha Armandi. Pra, thënë ndryshe, unë do thoja që duhet ketë një taks pak më të lartë, kuptohet logjikshme, për ata që kanë të ardhura dhe duan të kenë një shtëpi të dytë, qoftë në Bregdet, qoftë në një vend malor e tjerë, por në lidhje me transaksionin e shitjes, nëse ky transaksion shitje do të atohe më shumë, unë them që do kishte efektin e kundërt të asaj që folëm pak më përpara, e cila në thelb është një pavarësisht se duket që njerëzit edhe pse se punojnë tokën ose pse kanë një shtëpi të dytë, duhet të paguajnë më shumë. Për mua është e drejtë që duhet të paguajnë më shumë. Është ajo pjesa pastaj që norma e tatimit duhet jetë e logjikshme, domethënë duhet të ketë një normë të logjikshme sepse pastaj do prirën gjithë që të shkojnë vetëm nëpër njësi akomoduese, nuk do kenë më një shtëpi të dytë, pra të ketë një logjik brenda saj, dhe pjesa tjetër, në momentin që dikush, domethënë, ka një tokë, ka prona të cilat thjesht do t'i blokoj për të pritur që të ketë një çmim më të lartë e tjerë, duhet marrë riskun përsipër për të paguar tatim gjatë kësaj periudhe, sepse në fund fare thamë edhe një herë që buxheti i shtetit duhet të ketë të ardhura dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të marrë të ardhura nga një pjesë e cila, domethënë, i ka lënë në një farë mënyrë toka kur nuk punohet, është vetëm bëhet tjerë, kurse është nga ato aktivet, afatgjata që i themi në ekonomi që nuk ka amortizim, pra ka vetëm rritje, sepse ti e punon ajo pasurohet, kurse ne po i bëjmë efektin e kundërt. Ne vetëm po e lejmë tjerë. Që do të thotë, në këtë moment, në momentin që ne ashtu sikurse kërkojmë që të kemi një stimulim për blegtorët, për ato që merren me tokën, që merren me kafshët e tjerë, që ato të vihen në punë, pra kjo nuk është një logjik që meqense ky tjetri nuk do që ta punoj, minimalisht duhet ta japim me qira. Dhe është logjike që nëse do dalin të gjithë ta japin me qira, ai do e japim me një qira të arsyeshme për të thjesht për të mbuluar ato kostot që po të mos punohet do ishte tjetër. Ka shumë vende në të paktën Ballkan që unë njoh që shteti subvencionon kur ti mban bakti, kur ti punon tokën e tjerë. Dhe pse jo, mos dalin si të ardhura mos dalin si kosto për buxhetin e shtetit, por le të dalin si e marrë e pjesë e të ardhurave nga këto që nuk e punojnë dhe kthim feedbacku për ata që e punojnë. Të mos i ikim bujqësisë, propozohet për sektorin bujqësor norma e TVSH-s për agropërpunimin 5 deri në 7%.
Për bujqësinë gjithmonë është diskutuar, jo heqja e aksizës të karburantit, jo uljen e TVSH-s, të gjitha këto do ndikonin në uljen e kostove për bujqësinë. Por nuk shkojmë tek taksimi shesh, do me thënë, devijojmë nga taksimi shesh në këtë rast. Po, si që thamë... Më shumë me reduktim taksash apo me stimulime? Të paktën në Ballkan, të gjitha qeverit e stimulojnë bujqësinë. E stimulojnë me reduktim taksash apo me subvenciona? Me subvenciona, ose me forma reduktimi, për shumë inputet bujqësore, makinerit bujqësore, pa TVSH, pa datim, do thënë, ku të mundi duke qenë se është sektor në varfërim e sipër, do thënë, dhe kjo është bujqësia mban edhe njerëzit brenda Shqipërisë, ekonominë kush e bën njerëzit, po dhe ikën njerëzit, bie edhe ekonomia. Pra jemi le të themi, do sjellë benefite në qoftë se stimulojmë bujqësinë në këtë lloj forme. Po, patjetër. Diola? Sigurisht e tham, ose unë të paktën jam gjithmonë pro, pavarësisht se kujt industrie i përkas që subvencionet dhe tjera për të lëvizur mekanizmin për të vendosur rroton punë, sepse në fund fare kjo rritja ekonomike, gjithë ne kërkojmë produkte bio, ndërkohë që nuk ka toka që mbillen, edhe nuk kemi edhe ku t'i kërkojmë. Por unë do të thoja që ndryshe nga këto subvencionet e fundit që ka ndodhur e tjerë, këtu ka një, le të themi, një pjesë shumë të lartë për ato që abuzojnë. Pra shteti këtu vërtet duhet japi subvencionime, duhet vëzhgoj, por njëkohësisht duhet marri masat që këto të mos shkojnë dëm. Pra duke shkuar këto të ardhura në xhepin e duhur, vetëm në atë mënyrë do kishte rritje. Duke mos shkuar në xhepin e duhur, edhe një person mund të ketë 10-15 dele, po i ka vetëm në letra, atëherë kjo nuk quhet që është një subvencion, kjo është thjesht një mënyrë për abuzim. Pra në momentin që është një mënyrë për të rritur të ardhurat, pse jo, të gjithë ne do donim, ose kemi shkuar drejt atij mendimit që kur ta blejmë një tokë ose një kështu, do ta blejmë që të mbjellim diçka për vete, se s'kemi më se ku t'i blejmë, që të jemi koshient, domethënë që të jemi vërtet bio, ose vërtet domethënë cilësie të mirë, le të themi. Cilësie të mirë. Legorë, duket një listë kërkesash e gjatë, sa të realizueshme janë në tërësi këto lloj kërkesash nga ana e çdo force politike që nesër mund të marrë drejtimin e qeverisë, duke parë parasysh kërkesat dhe efektet në buxhet, se duhet i shikojmë të dyja anët e medaljes. Tani forca e re që do vinë në pushtet ose qeveria e re që do krijohet, nëse do ketë vizionin edhe për ta zhvilluar ta vënë ekonominë në punë, duhet të marrë parasysh taksën e shesh, sipas mendimit tim. Po kërkesat e tjera janë realizueshme? Apo janë ambicioze? Jo të gjitha mund të realizohen. Kanë ambicioze, janë dhe më shumë se duhet, po që gradualisht, dhe me thëmë. Po një ndryshim fillimi mirë, mund të që taksa është goxha pozitive. Gladiola, si mendon, janë realizueshme gjithë të kërkesa që janë bërë nga bizneset, nga kushdo forcë politike që do vinë në pushtet, apo janë, le të themi, shumë më ambicioze, dhe a krijojnë diferencim midis sektorëve, në sensin që favorizojnë dikë dhe disfavorizojnë një sektor tjetër? Nuk mendoj që favorizojnë dikë dhe disfavorizojnë dikë, sepse thamë që si të gjithë pjesëtarët e familjes, ne jemi pro ati që është më i dopti, më i moshuari, apo më i vogli, etjere, pra në sensin për t'i dhënë, duhet jetë parim për të gjithë ne, pra të mos jemi që pse të mos jetë në industrinë tonë, po t'jetë vetëm tek industria tjetër, pra unë do t'a eliminoja këtë pjesën. Për pjesën që janë më ambicioze se ç'duhet, do thoja që ndoshta janë tek ajo faza që secili ka ofertë kërkesë, edhe që çmimi i ekuilibër të jetë në mes, por parimisht, gjatë gjithë jetës time, kam besuar që taksa e shesht është ajo e cila jo vetëm për një ekonomi, por për të gjitha ekonomi do ishte shumë e mirë përsa kohë që jo vetëm stimulon uljen e evazionit fiskal, por në një mënyrë afatgjatë, është treguar dhe në vendin tonë kur është aplikuar, në një kohë më afatgjatë, vetvetiu do të rriste të ardhurat ose fitimet e bizneseve dhe njerëzit do kishin dëshirë të punonin, të reinvestonin, por do rrisnin konsumin, duke rritur konsumin, do rritej punësimi etj. Pra, thënë ndryshe, në një afat shkurtër, sot për sot, është shumë normale që shteti do t'i interesoj të
të marrin 23% të pagës time, por në afat gjatë, nëse ai do ta mendonte pak më shumë, nëse mua do të pronte 13% e pagës plus, atëherë unë çfarë do bëja? Minimalisht do rrisja kursimet në bankë, që përsëri do ishin për shtetin një lëvizje, apo do riinvestoja në një arsimim, në një shkollim që përsëri do ishte kontribut për shtetin, do investoja për fëmijët, apo do investoja edhe në pasuritë paluajtshme. Pra në të gjitha këndvështrimet unë do krijoja burime që të kishte të punësuar. Qofte banka më shumë njerëz, qofte shkolla më shumë shkolla, të gjitha këndvështrimet krijohen më shumë vende pune, vetvetiu krimi më shumë vende puneve, pastaj fillon ai mekanizmi që funksionon akoma dhe më mirë. Falenderoj shumë për prezencën në studio. Kënaqësi. Armand, falenderoj shumë për prezencën në studio. Diskutuam për kërkesat që ka bërë biznesi kundrejt forcave politike, pros and cons-et e tyre, avantazhet dhe dizavantazhet, se sa mund të realizohen dhe sa nuk mund të realizohen. Diskutuam sigurisht avantazhet që ka taksimi progresiv apo dizavantazhet që ka taksimi progresiv dhe po ashtu taksa e shesht, dhe dolëm në disa konkluzione. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, bashkë do të shihemi të hënën e ardhshme. Natën e mirë.